Mes frikës se SBA mund të tërheqë mbështetjen e saj për Ukrainën, vendet e Bashkimit Evropian do të mbështesin Kievin, ndërsa zotojnë se do të vazhdojnë furnizimin e tij me armë. Krerët e bllokut mblidhen sot në Bruksel për një takim 2 ditor, ku pritet të tregojnë se Bashkimi Evropian beson tek ideja e paqes përmes forcës. BE thekson se Ukraina do të jetë në pozicionin më të fortë të mundshëm dhe kapacitetet e saj ushtarake janë elemente të kyç. Teksti paraprak i deklaratës tregon se BE-ja mbetet e përkushtuar në koordinimin me partnerët dhe aleatët e linjës së njëjtë për të ofruar mbështetjen e duhur për Ukrainën dhe njerëzit e saj, teksa ushtron të drejtën e vet për vetmbrojtje kundër agresionit rus të Rusisë. Drejt Brukselit është nisur edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili pati së fundi një telefonat me presidentin amerikan Donald Trump, pas asaj që e përshkroi si një bisedë telefonike pozitive, në cilën sipas tij u diskutua edhe centrali atomik i Zaporizhjas. Zelensky tha sipas BBC se është të mundshme arritjen e paqes afatgjatë brenda vitit. Takimi në Bruksel zhvillohej 2 ditë pas një bisede telefonike mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus, Vladimir Putin, përgjatë së cilës dy liderët janë pajtuar për një pauzë 30 ditore në sulmet në infrastrukturën e energjisë. Vetëm disa orë pas thirrjes, agjencitë ukrainase hekurudhore kanë konfirmuar se dronët rus kanë shënjestruar infrastrukturën e energjisë të lidhur me sistemin hekurudhor në rajonin e Dnipropetrovskut.